Talenti Rocco Vata po rritet gradualisht e ekipi Watfordit në Championshipin anglez, teksa numëron 2 gola dhe 2 asist në 10 ndeshje. Kartoni sulmuesit të majt ka arritur deri në 1.8 milion euro. Rocco është djali i legjendës së kombëtares Rudi Vata, edhe pse talenti në fjalë ka bërë debutimin me përfaqësuesen e Irlandës. Rudi Vata, në një prononcim të shkurtër për RTS Sport, e ka lënë të hapur mundësinë që djali i tij të luajë me fanellën e Shqipërisë. Rocco ka zgjedhur Irlandën, por nuk ka mbaruar asgjë pasi e ka ende mundësinë që të bëjë një zgjedhje tjetër nëse dëshiron. Ka një klauzolë që duhet të luajë edhe 2 ndeshje zyrtare. A do e shihja pjesë të skuadrës së Silvinjos? Mendoj se do kishte qenë një alternativë e mirë. Rregulli është i qartë, çdo futbollist ka të drejtë të ndryshojë kombëtare nëse ka luajtur më pak se 3 ndeshje, gjithmonë nëse i ka luajtur këto sfida nën 21 vjeç.